Gjykata civile nxjerr zbuluar vendimin e gjykatës penale për kujdestarinë e Asmir Jahovskit për fëmijët e tij. Nga dokumenti që siguroi ekskluzivisht televizioni 21, në bazë të nenit 20.1 e ligjit për çastje të lirë të informacioneve me karakter publik, gjykata civile mohon të ketë dhënë një vendim për kujdestari të 4 fëmijëve të Asmir Jahovskit, 3 prej të cilëve janë të mitur, thuhet në arsyetimin e gjykatësit të procedurës paraprake. Në fakt, kjo ishte një nga 3 arsyet që pronari Pucko Petrol i shpëtoi para burgimit dhe po mbahet në arrest shtëpiak si i dyshuar për rastin Mazuti. Gjykata themelore Shkupi 2 njofton se personi Asmir Jahovski, i lindur më 19 tetor 1984, me adresë në fshatin Plasnic, nuk ka parashtruar kërkesë në gjykatën civile për kujdestarinë e fëmijëve të tij. Sipas informatave të ofruara në përputhje me sistemin operativ ACMIS, që përdoret në punën e gjykatave në Republikën e Maqedonisë së Veriut, për personin Asmir Jahovski është detektuar vetëm një lëndë, P1 numër 3081/12, për një borxh që një person TC i ka atij, lëndë e cila ka pasur akt vendim më 3 prill 2013. Ndërkaq Prokuroria Publike për ndjekjen e krimit të organizuar dhe korrupsionit ka paraqitur ankesë tek Këshilli Penal në Gjykatën Themelore Penale të Shkupit për shkak të një shkelje të konsiderueshme të dispozitave të procedurës penale dhe kërkon që Këshilli Penal të rishikojë faktet e përfshira në ankesë, si dhe të merr vendim të pranueshëm sipas ankesës. Në opinion dhe rrjete sociale u spekulua se në këtë vendim ka ndikuar kryeprokurori i këtij organi Islam Abazi me origjinë nga Kërçova. Këto spekulime detyruan prokurorinë që të delë me reagim. Prokurorët publik nga Prokuroria Themelore Publike për ndjekjen e krimit të organizuar dhe korrupsionit i hedhin poshtë të gjitha informacionet që qarkullojnë në opinion, përgjoja presione ndaj tyre, në lidhje me rastet që trajtojnë dhe publikisht i dënojnë këto deklarata, që cenojnë integritetin e tyre. Gjatë punës së deri tanishme të gjithë prokurorëve në këtë prokurori, pa asnjë përjashtim, në asnjë moment, as nga prokurori publik themelor, Islam Abazi, e as nga ndonjë tjetër, nuk është rrezikuar pavarësia dhe përgjegjësia e tyre në kryerjen e funksionit. Ndërkaq nga 13 të dyshuarit për tender me mazut, vetëm 4 përfunduan prapa grilave. Donse Prokuroria për ndjekjen e krimit të organizuar dhe korrupsionit kërkoi masën e paraburgimit për 5 të dyshuarit, tani më ish drejtori i MV-s Vasko Kovacevski është i arratisur që nga ndjekja për rastin tjetër aditiv. Për këtë të fundit po mbahet në paraburgim edhe ish drejtori komercial Ardian Muça, i cili bashkë me të tjerët tani dyshohet edhe për keqpërdorimet e furnizimeve publike të mazutit në Tes Negotin. Në mesin e të paraburgosurve është edhe Ratko Kapushevski, pronari i kompanisë RKM Energy, e cila sipas organit të akuzës në periudhën 2021-2023 dyshohet për dëmtimin e buxhetit të shtetit prej 167 presje 5 milion eurove.